Miq të dashur, institucioni parashkollor Ganimetet Elbeshi për nder të festës së 8 marsit ditës së nënave ka bërë një program të larmishëm në qerdhet e Gjakovës. Për ta shikuar atmosferën më afër që ka mbretëruar atje, ka marrë pjesë dhe drejtoresha e drejtorisë së arsimit, Silvana Haxhikadria. Pra qëndroni me ne dhe të shikojmë së bashku atmosferën.
Edhe më të veçlit tanë në mënyrë të vetë shprehin dashurinë për edukatorët dhe nënën qenjen më të dashur. Si quash? Elona. Po ti si quash? Fjona. Mund na tregoni se çfarë ditë është sot, çfarë festa? Festa 8 marsit. Pëlqen ty festa 8 marsit? Po. Ja ke dhënë lule nënës për 8 mars? Po. Po ti? Po. E din ndonjë vjersh për 8 marsin? Do a thoni së bashku? Nëna ime e dashur sa shumë të dua, ti gjithmonë ke pasur shumë duri me mua, pralë me qëndron, kur jam me semur, natë me përgjon, mos kam temperatur. Ti për mua je, të sare pa qmuar, i gjithë bota je, djeli pashuar. E don ti nënën shumë? Po. Po ti e dan? Po. Dhe ndonjëherë gabime sa që të falë nëna? Mira, si quash? Greta. Greta, di ti çfarë feste është sot? Festa 8 marsit. Dita e nënës. Ja ke uruar ti nënës 8 marsin? Po. Po këtu në Qerdhe mësoni vjersha të ndryshme për festën e nënës? Po. Din ti ndonjë vjersh? Po. Nënën time shumë e dua, se ajo me lindi mua, me riti me plot mundime, mi dha hapat e parë në mësime. Nënën time shumë e dua, se ajo është dritë për mua, ajo është lule mirësisë dhe yll i dashurisë. Falenderojmë shumë. Si quash? Alp Shupi. E ti? Zoni Dida. Po ti? Gjini Stubla. Ju pëlqen festa 8 marsit? Po. Ja ke uruar festën nënës? Po këtu në Qerdhe mësoni vjersha të ndryshme për nënën? Po. Din ti ndonjë vjersh për nënën? Hajta dëgjojmë? Nënën time shumë e dua, si kërmova më karin mua. Nëna ime, drita ime është e mbushur me plotë gëzime. E në kopsa e shkoj, nënën time e kujtoj. Afër nesh në një pallat, kate 2 të hyrja 5, lampande zunat për nat, rinte deri një mëngjes. Që të gjithë u që ditën ketët lamp kur e par, panda shkuen e trokiten, po a dinde se s'na thana dhom, fleni femi që ku shkon shtret në shtrat, me drinde zutore ri, se na qenë ka frika cak. Për 8 marsin, mami, të uroj unë sot lumëturit e kështi për jetë e batë. Kukla ime është e kuqe, ku të rriset e banuse. Kukla ime është bukuroshe, ere kam shoqe, ere kam motër. Hajde ka motër, hajde ka shoqe. Ne jemi lullet e jetës, ne jemi pravera, të qesu si lullës i qera. Ne japim gëzim, si zotë kur që të rojnë, të vëgjë ljemi, do një herë dhe gabon, të dashur prim, na këshilloni, të bëjmë si ju, na mësoni. Peshku, luz paka, nuk kam bresh, kam dhe pra, po shumë bresh, dhe në dit, dhe në qanë, dhe në lumë, kam fuler, po ku janë i bukur shumë, ti në mbane afajum. Unë jam Leasina, mësuese, sa e ëmbëlje, sa bukur na mëson, fytyra jote duket cili si han, kur qeshësh ti, më duket si nëna, kur hape krah, më duket si shqiponja. Unë që jam Era Deda, të raqë të vjeshën, unë i kam dy nëna. Unë i kam dy nëna të bukra së hëna. Një me mësojnë, tjetra me edukojnë. Këto dy nëna i dua pa mas,
Jena në shtëpi që e frankfurtore, faleminderit. Si quash? Eugen Noja. Eugen, ke përgatitur një vjersh për ne? Po. Duan të ndroni fëmijët. Duan të ndroni fëmijët. Fëmijët janë lulet e botës, që din t'i sjell vetëm pranvera, pra ata të dhejgjim qitë tortës për ditëlindje e kremta të tjera. Fëmijët i rrit loja, gëzimi, edukata, ëndra, puna, fantazia, jetë e mirë pa shtrëngata, ju që na thot në jetë, ju që na dëni me zemër, fëmijët do të kenë një emër dhe në mbiemër, se cili prind e ka të qartë, nuk mjafton t'i lind vetëm fëmijë, pra është një listë bukur e gjatë për obligime shkan ndaj ti, dëshiroj të jetë kjo botë jonë, që të gjithë fëmija në paqë të jetojnë. Si quash? Lesë Rumi. Les, ke përgatitur dhe ti një vjersh për ne? Po. Hajta dëgjojmë. Festa pavarësisë, po na vjeni ti të gëzuar, ky moment i pritur shumë, jeni pra të gjithë pa munduar, të gjithë bashku si në lumë, kjo është festa pavarësisë, kjo është festa e lumturisë, armiku kërmo në shpinë tonë s'kemo. Si quash? Dea Goxha. Dea, mund na tregosh një vjersh që ke mësuar këtu në Qerdha? Po. Hajta dëgjojmë. Më në shaqe vogël, ulzon e fera, lejmëron gjithë botën që erdhi pranvera. Më në shaqe e vogël, më sodren e fer, vi për të këputur, vi për të marrer. Më në shaqe e bukur, më sodren e fer, vi për të këputur, vi për të marrer. Si e ke emrin? E Artan Maksuti. Mund ta tregosh një vjersh që ke mësuar këtu në Qerdha? Po. Pranvera, që lindi djeli, me rrezë plot shkëlqim, undrit edhe qeli, natyra plot gëzim, po dhe bylbyli, fare nuk po shan, i puma i blinit, këngës ja filan, pranvera si piktore, sa bukur vizatan, me dorën e mjeshtër natyrën e zbukuran. Si e ke emrin? Armira Morina. Do të na thuash dhe ti një vjersh? Po. Hajde ta dëgjojmë. Dëshiroj të lahet në shi Qakova, dëshiroj të rrite me këngën Marikona, mbi tokë të ketë miliona reze, mbi botë të ketë sa më shumë të reze, njeriu për njeriu të jenë njeri, zgjo gjithë të matet me zemër dashuri, dëshiroj fushave t'i falin begati, dëshiroj fëmijëve t'i falin lumturi. Ke emrin? Ç'bën Fjetaj. Mund na thuash dhe ti një vjersh? Po, Tukatoria. Hajta dëgjojmë së bashku. Tukatoria, zëri sa i embel, sa bukur t'i gëllan, për çdo ditë të reja, qëra të reja na mbestan, e dua Tukatoren time, sy të sy,
Ajo për mua është nëna ty. Festën 7 marsit me zemër ja uraj, edhe ku jam larg, atë kujtoj. Si quash? Andrej Kosova. Po te? Unë qunë Ernest Qova. Mund na thoni një vjersh? Hajta dëgjojmë. Nena ime, o më nena ime, sa falë që te dua, shumë gjërat e buka, mi ke mësua, nena që më rrite, me këto të mira, ta urojtet marsin me shumë dëshira. Si quash? Erika Po te? Margona Kastrate. Do t'na thoni një vjersh për nënën? Hajde ta dëgjojmë. Me susës time të pa, me roki dorën time, dora sa gadal, ne po flete në bar, të shkruar shkronje në par. Staraj me suse, në zemër të mbaj, dorën tënde të let, ne po trupin tim e mbaj. Që ke emre? Arlan. Mund na thuash të pëlqen festa 8 marsit? Po. Po nënës ja ke uruar 8 marsin? Do ja dërgosh një lule kur të mbarosh qerdhen? Po. Atëherë din do një vjersh? Hajde ta dëgjojmë. Do atë më mirë. Të të marsin më i tret. Lumë të më të vërset në të kësëm. Nga një dhërat që dhërëm. Për dhe një në këto të rrë të këtorën se në kësarë, ma gjithë zërma dhe gjishërë. Sot në emën të drejtorisë komunale për arsim, të gjithëve ju uroj festën e 7 marsit mas pari edhe festën e 8 marsit. Këta fëmi ka që të bukur, ka që të mrekullueshëm, pas kanë përgatit edhe program, të cilin me gjithë dëshirë dhe ta përcjellim për aq sa kemi kohë, kurse edukatorëve edhe të gjithë stafit të kësaj qerdhe në krye me drejtoreshën Lavdije, ju uroj festën e 7 marsit, një herit edhe festën e 8 marsit, ju dëshiroj sukses, mas pari shëndet dhe sukses në punën e matutjeshme, edhe jemi këtu që t'ju tregojmë që e keni përkrahjen e plot të drejtorisë komunale të arsimit në çdo aspekt, aty ku kemi mundësi, sepse fëmijët janë ardhmënia jonë, fëmijët janë e ardhmja jonë, pra ndaj mas pari këtu në të veçlive ju dëshirojmë sukses, shëndet, ju dëshirojmë një ardhmëri të bukur, kurse stafit punë të mbarë dhe shëndet. Faleminderit. Në emër të institucionit parashkollor dhe grupit 5-6 vjeçar, na këtë dhuratë për nder të 2 vjetorit e pavarësisë, i adhurojmë drejtoreshës së arsimit. Këtu janë flamuri dhe dur të gjithë grupit 5-6 vjeçar. Faleminderime. Faleminderit, ju falenderoj të gjithëve, të punemi pritjet, edhe për punën që e kanë bërë fëmijët, edhe kjo është krenaria jonë, dhe ta mbajmë me krenari në zyrën e arsimit në Gjako.
Përshëndetje, si e ke emrin? Vesa Thaqi. E ti? Floretishi. E dini çfarë ditë është sot, çfarë festa? Është Marsi. Dita e nënës, a keni uruar ju nënës? Po. Po këtu në Qerdhe, çfarë bëni ju? Luji me koska, ndërtojnë, knojnë, vjesha. Ju pëlqen ju të vini në Qerdhe? Po. Do ja uroni nënës 8 Marsin, çfarë do i thuani? Po. Ujme 8 Marsin. Ujme 8 Marsin. Pra kalofshit bukur. Si e ke emrin? Kamballota. Po ti? Teli. Ju pëlqen festa 8 Marsit? Po. Po. Ja keni uruar nënave tuaja? Po. Po këtu në Qerdhe, çfarë bën ju përveç se luani? Të toj me luj me koska. Keni shumë shok dhe shoqe këtu në Qerdhe? Po. Po edukatorët, i doni shumë? Po. Atëherë, për festën e 8 Marsit, çfarë do i thuani nënave? Ujme të përsi. Janë fëmijët ata të cilët më së shumti u gëzohen festave. Pikrisht janë këta fëmijë të institucionit parashkollor Ganimetet Tërbeshi, të cilët në çdo festë organizojnë aktivitete të shumta.